Gjermania ka dislokuar një brigadë re tankesh në Lituani duke përforcuar ndjeshëm prezencën e saj ushtarake në krahun lindor të NATO-s. Rreth 5.000 ushtarak gjerman do të vendosen për herë në këtë vend baltik, ndërsa brigada e re e quajtur Brigada 45 ka nisur tashmë zhvendosjen. Ceremonia zyrtare e emisaris së Vilnius do të përfshijë pjesëmarrjen e kancelarit Merz. Ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius e ka quajtur këtë një sinjal të fuqishëm ndaj aleatëve dhe një palajmërim të qartë për çdo kundërshtar të mundshëm. Ai përsëriti angazhimin e Berlinit për të mbrojtur çdo centimetër të territorit të NATO-s. Lituania, me një pozicion strategjik, ka intensifikuar përpjekjet për të forcuar mbrojtjen. Ajo ka porositur 44 tanke moderne Leopard 2A8 nga Gjermania, të njëjti model që do të përdor në terren, duke lehtësuar ndjeshëm bashkëpunimin ushtarak midis dy vendeve. Krijimi i kësaj force të përbashkët konsiderohet një shtyllë kyçe në mbrojtjen e kufirit lindor të aleancës.